Ja eyyuhal muddaththir, o ti i mbuluar, se pejgamberi pa të mbuluar, pasi që zbriti ajetet e para, lexo në emrin e Zotit tan. Edhe ajetet e 5 janë në vazhdim, ishte i mbuluar, i shqetësuar, e tash thot, o ti i mbuluar, kum fa anzir, griu tash. Nuk është koha e pushimit, edhe të mshefësh të izolosh. Fa anzir, të reqja vërejt e njerëzve. U rabbeke fekebbir, edhe Zotin tan madhëroje, as kanë tjetër. O thiyabeke fatahhir, edhe tesha dhe petkat e tua pastroj. Këto janë ajetat që mo pejgamberi mo e merr mo epitetin dhe statusin ar-rasul. Vetëm më konë që lajmëron që është lajmëtar, nebi. Kur fillon tash mja të req njerëzve vërejtjen, mja prish qefëve. Jo, s'ka kështu. Du kështu. Kjo tash është pak një angazhim. Edhe normal, edhe sfidat e të matnaje. Njerëzit nuk kanë dëshirë mja prish qefë. Dhe rrima ta shoqëria ma mos i përzitije, mos të interesoj nuk u shkoj, mos të interesoj a pi duan, a unë konsumoj alkohol, a rime unë me gratë të tjera, a konsumoj kamatën, nuk kanë dëshirë si gjara. A i menon se dikush ka e të reqë vërejtjen, ka do një dobi. Jo, kjo është interesant, nga se ime të rruar nga Allahu.